Prokuroria e Koçanit kërkon paraburgim për 2 ish-drejtorët e Inspektoratit Qendror të Tregut, respektivisht që masa e arrestit shtëpiake e caktuar në bazë të hetimeve për tragjedinë në Koçan të zëvendësohet me paraburgim. Arsyetimi i prokurorisë për këtë masë, siç njoftojnë, është në bazë të vlerësimit të bazave ligjore për sigurinë dhe fazën e verifikimit në lidhje me këtë institucion, po ashtu kërkohet mas kujdesi edhe për një person i cili deri tani ka qenë në mjekim. Për herë të parë që nga kjo ngjarje është kërkuar mas kujdesi edhe për një person tjetër nga grupi i parë i të dyshuarve, i cili deri më tani ishte në kurim. Bëhet fjalë për një person nga diskoteka dhe masat janë propozuar në përputhje me gjendjen aktuale shëndetësore dhe nevojën për trajtim të mëtejshëm. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, jetën e humbën 59 persona, ndërsa më vonë kanë ndërruar jetë edhe 3 të lënduar. Nga zjarri mbetën 196 të lënduar që u trajtuan brenda dhe jashtë vendit. Prokuroria në Koçan dhe Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka identifikuar si të dyshuar 45 persona fizik dhe 3 persona juridik për krime të rënda kundër sigurisë publike. Njëri prej tyre ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra nga zjarri. Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur kallëzime penale kundër tyre, shumica prej të cilëve ndodhen në paraburgim. Midis tyre është edhe zyrtari i BDI-s Kreshnik Bekteshi. Ndaj këtij të fundit janë saktuar edhe 30 ditë tjera paraburgim.